Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Blushi ka publikuar një sër dokumentash që sipas tij hedhin dritë mbi çështjen e shumë diskutuar ÇEZ Dia. Sipas Blushit, kompania Dia ka qenë fillim e mbarim një krijesë amerikane dhe nuk ka pasur asnjë lidhje me Ilir Metën. Ai thekson se bazuar në prova ligjore dhe dokumente zyrtare, figura kryesore e kompanisë ka qenë shtetësia amerikane Rebecca Gaskin, e cila sipas tij ka ushtruar rolin drejtues si de facto ashtu dhe de jure. Në deklaratën e tij, Blushi referohet dëshmive, emaileve dhe dokumenteve të ndryshme, përfshirë dhe regjistrimet në QKR, për të argumentuar se Gaskin ka qenë përfaqësuesja ligjore dhe vendimarrësja kryesore e Dias, madje edhe në proceset e arbitrazhit ndërkombëtar. Në të njëjtën kohë, ai ka ngritur akuza të forta ndaj kryeministrit Edi Rama, duke pretenduar se është i vetmi zyrtar i lartë i përfshirë në aferën ÇEZ Dia e duke e lidhur atë me vendimin për zgjidhjen e konfliktit me kompaninë çeke ÇEZ, që sipas tij i ka kushtuar shtetit shqiptar 479 milion euro. Dhe as mund të ketë asnjë lidhje me presidentin Ilir Meta. Sot do të faktojmë mbështetur vetëm mbi prova se shtetasia amerikane zonja Rebecca Gaskin ishte numri 1 i Dias. Jo vetëm de facto, siç konfirmohet në të paktën 2 emaile të zotit Elvis Mataj, prova ligjore, pra në emailin e datës 10 dhjetor 2010 dhe 9 prill 2014, por siç do të provohet edhe referuar dokumenti zyrtar shtetëror të Republikës së Shqipërisë marrë nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit të Bizneseve, ku derse edhe de jure numri 1 i Dias ishte zonja Rebecca Gaskin. Sikundër faktohet në të gjitha provat, por ato ligjore që ekzistojnë, se vetëm emri i saj është kudo, në të gjitha vendimet, në të gjitha provat, në çdo vendim të gjykatës shqiptare kundër Dias, ashtu si edhe në ato të arbitrazhit të Vjenës. Por le të vijojmë pa humbur kohë me publikimin e provave. Së pari, do të bëjmë publik një nga emailet e zotit Elvis Mataj, të datës 10 dhjetor 2010, drejtuar përfaqësuesit të lartë çek të ÇEZ-it, zotit Josef Hesek, ku ai pohon se zonja Rebecca Gaskin ishte de facto numri 1 i Dias. Pra, është e qartë në këtë email se kush është numri 1 i Dias, fakt që zoti Mataj e konfirmon edhe në një tjetër provë ligjore në emailin e tij të datës 9 prill 2014, drejtuar avokatit Hauser. Pra, siç mund ta shikoni, lehtësisht e lexueshme, lehtësisht e kuptueshme se kush është numri 1 i Dias de facto deri më tani, deri në provat që po publikojmë deri tani, referuar zotit Elvis Mataj dhe emailit të tij. Vijojmë me provën tjetër ligjore. Dëshminë e përfaqësuesit të lartë çek të ÇEZ-it, zotit Josef Hesek, dhënë nën betim, e theksoj nën betim, para prokurorit më 20 dhjetor, dëshmon se 2 pika. Referencat që ato sollën nga Dia e Washingtonit, pra nga kompania MØM, ishin ato që na bën të lidhim kontratën. Ata kanë thënë se kanë mbledhur rreth 4 miliard dollar në të gjithë botën dhe se kishin provuar teknologjinë e tyre si t'i mblidhin borxhet dhe përdorën disa referenca se po bënin disa punë dhe në Republikën Çeke si kompani amerikane. Dëshmi e Josef Hesek dhënë nën betim. Vijojmë tani me një tjetër provë. Dëshmin e dhënë nga zoti Hesek, kësaj here në arbitrazhin e Vjenës më 26 tetor të vitit 2014. Zoti Hesek deklaron:
ishte një zonjë amerikane e lidhur me kompaninë e zotit Ismailja, zonja Rebecca Gaskin. Në disa dokumente është përdorur emri i një avokate si person përgjegjës. Kjo ka shumë të ngjarë të ketë qenë zonja Gaskin. Shprehet zoti Hesek në arbitrazhin e Vjenës. Gjithashtu, në paragrafin 53, pra zoti Hesek deklaron se mu vu gjithashtu në dispozicion emaili i zotit Mataj i datës 18 janar 2011, me të cilin më është dërguar një pyetësor i dytë lidhur me aksionerët e Dias. Ky pyetësor në veçanti përfshin një referencë për aksionerët e Dias, përkatësisht 2 antarë të bordit të Dias dhe zonjën Rebecca Gaskin, shprehet Hesek në arbitrazhin e Vjenës. Vjojmë me një tjetër provë ligjore. Emailin e zotit Elvis Mataj dërguar më 10 dhjetor 2010 për zotin Hesek në lidhje me kompaninë MØM të Dias dhe aksionerët. Ndër të tjera, zoti Mataj evidenton në këtë email se Dia dhe filiali i saj, Somerset Trade Finance,